deklarata të lartcekurve, pa më dyshje është vërtetuar se para ditës kritike familjet e Jonus Kryeziut dhe Izet Shalës në një anë dhe familja Nuhi Kryeziut në anën tjetër i kanë pasur raporte të acaruara lidhur me faktin se nuk kanë qenë në dasmën e Nuhi Kryeziut. Që të gjithë pohojnë se ditën kritike ka filluar rrahja në mes familjarëve të 3 familjeve. Mendoj se gjykata dhe trupi gjykues ka mjaft argumente dhe prova për të vendosur dhe për të shpallë një vendim ku të akuzuarit do t'i gjenë fajtor. Dhe se me ketë do të arrihet që drejtësia të ketë një fitore në këtë rast në kuptimin e gjetjes së drejtësisë dhe fakteve që shkojnë në favor të aktakuzës së çështjes.